Mira protestues para qeverisë në Shkup kërkojnë largimin e kryeministrit Nikola Gruevski. Kjo mund të jetë mbase hera e parë në një tubim kaq të madh ku marrin pjesë qytetarë të më shumë përkatësive etnike. Shumë shqiptarë me flamu i kombëtaru janë bashkuar mira maqedonësve në qendër të Shkupit në kërkesën për ndërheqjen e qeverisë. Ndonse asnjë nga partitë politike shqiptare nuk u ka bërë thirrje atyre që të dalin në protestë. Protestuesit, të cilët kanë shfaqur maturi dhe qetësi, kanë ardhur nga shumë vende të Maqedonisë, me gjithë njoftimet për blokadën që policia e vendit ua ka bërë autobusëve gjatë rrugës për në Shkup. Drejtuesi opozitar Zoran Zaev ka njoftuar se protesta do të vazhdojë derisa të largohet Nikola Gruevski nga pushteti. Ndërkohë partia e këtij të fundit VMRO-DPMNE ka caktuar një kundërprotestë, siç e kanë quajtur, për ditën e nesërme, po këtu para qeverisë. Vëzhguesit thonë se kjo mund të nxjisë tensione midis përkrahësve të njërës dhe palës tjetër. Kryeministri Gruevski ka thënë një televizioni pro-qeveritar se nuk do të japë dorëheqje dhe as nuk do të pranojë një qeveri kalimtare. Kriza në Maqedoni vetëm se është shkallëzuar që prej disa muajsh, sidomos me publikimin e skandalit të përgjimeve dhe ngjarje të përgjagshme në Kumanov para një jave. Protesta ka hasur në mbështetje jo vetëm të partive më të vogla opozitare, por dhe të personaliteteve si Sergej Stanishev, politikan bullgar, që drejton Partinë e Socialistëve Evropian, deputeti i Parlamentit Evropian dhe ish raportues për Maqedoninë Richard Howitt dhe disa të tjerë të cilët morën pjesë në protestë. Në shumë prej pankartave shkruhej Lamtumir Nikola dhe të tjera që dënonin rastet e dyshuara si të sajuara dhe aktet e dhunës. Zhvillimet e fundit si ky i sotmi kanë zgjuar interesim të madh tek media e rajonit dhe më gjerë.